Dashi. Sot, energjia e ditës të fton të marrësh frymë thellë dhe të ndjekësh intuitën. Përqendrohu te marrëdhëniet e tua dhe përpiqu të shprehësh ndjenjat me sinqeritet. Një bisedë e hapur dhe e ngrohtë mund të përmirësojë atmosferën me dikë të dashur. Në punë, prioritizimi do të jetë çelësi i suksesit. Planifikimi strategjik do të ndihmojë të kapërcesh pengesat dhe të arrish objektivat. Financiarisht, bëj kujdes me shpenzimet impulsive, mendohu 2 herë përpara se të investosh në diçka të re. Mund të gjesh kënaqësi në aktivitete kreative që ushqejnë shpirtin. Mos haro se edhe momentet e vogla të lumturisë janë të vlefshme. Sot, lejoj zemrës të fluturojë drejt horizonteve të reja, duke kërkuar dritën dhe paqen e brendshme. Demi. Sot është një ditë e bukur për të shpalosur kreativitetin tënd të fshehtë. Në dashuri, bëj një hap përpara dhe shpreh ndjenjat tua me sinqeritet. Partneri yt do e vlerësojë këtë hap. Në punë, idetë që ke mbledhur së fundmi do të shkëlqejnë në projektet e ardhshme. Mos nguro të ndash mendimet tua me eprorat. Financat po tregojnë një stabilitet të mirë, por mbaje nën kontroll dëshirën për shpenzime të tepërta gjatë festave. Kujdes me detajet e vogla në çdo vendim që merr. Gjej pak kohë për të medituar. Kjo do të ndihmojë të gjesh paqe të brendshme. Sot mund të përjetosh një ndjenjë të thellë të paqes dhe kënaqësisë në zemër. Bota është e jotja, shijo çdo moment. Binjakët. Sot universi të fton të shohësh përtej sipërfaqeve dhe të thellohesh në ndjenjat e tua më të thella. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do t'i jap jetë të re marrëdhënies tuaj. Nëse je vetëm, zemra jote është gati të pranojë dikë që të kupton vërtet. Në punë, energjitë janë pozitive për të eksploruar ide të reja, duke sjellë mundësi që mund të ndryshojnë rrugën tënde profesionale. Megjithatë, mos lejo që entuziazmi të largojë nga detyrimet e përditshme. Kujdes me financat, një blerje e nxituar mund të prishë buxhetin. Falja kohë vetes për relaksin dhe reflektim, pasi mendja e qetë do të ndihmojë të marrësh vendime të mençura. Energjia e ditës është e mbushur me mundësi dhe surpriza. Daforia. Dita e sotme sjell një ndjenjë paqësore që ju përfshin si një përqafim i ngrohtë. Në dashuri, është koha për të ndarë mendime të thella me partnerin. Një bisedë e hapur mund të forcojë lidhjen tuaj. Në punë mund të ndjeni të frymëzuar për të nisur projekte të reja, por bëni kujdes ndaj detajeve të vogla që mund të lihen pas dore. Financat tuaja janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Sot meditoni për qëllimet tuaja afatgjata dhe lejoni që imagjinata juaj të ëndërrojë lart. Shfrytëzoni energjinë pozitive për të shkruar plane. Kujdesuni për mirëqenien tuaj fizike dhe mendore duke kaluar kohë në natyrë nëse keni mundësi. Lërini instinktet që udhëheqin dhe besojini intuitës suaj. Luani. Dita e sotme sjell energji pozitive dhe mundësi për të përmirësuar marrëdhëniet me të dashurit. Një bisedë e sinqertë me partnerin do të ndihmojë në ndërtimin e një lidhjeje më të fortë. Në punë, përqendrimi dhe vendosmëria juaj do të shpërblehen. Mund të lindin ide të reja që do t'ju ndihmojnë të dalloheni nga të tjerët. Financat duken premtuese, por është e rëndësishme të qëndroni të kujdesshëm në shpenzimet impulsive. Dëgjoni intuitën, ajo mund t'ju udhëzojë drejt vendimeve të mençura. Jepini vetes pak kohë për të relaksuar dhe për të rifreskuar mendjen. Një shëtitje e qetë në natyrë mund të sjellë qetësinë që keni nevojë. Sot, lërini rrezet e diellit të ndriçojnë rrugën tuaj dhe përqafoni çdo mundësi që vjen. Virgjëresha. Dita e sotme sjell mundësi të reja për ty që të ndjesh një frymë të freskët në jetën e përditshme. Në dashuri, është koha për të shfaqur ndjenjat që ke mbajtur brenda. Bëhu i hapur dhe lëre zemrën të flasë, pasi sinqeriteti yt do të shpërblehet. Në punë, përqendrohu te projektet që ke lënë pas dore. Shfrytëzo energjinë pozitive për të përfunduar detyrat me përpikëri. Financat kërkojnë vëmendje, bëj një rishikim të buxhetit dhe shmang shpenzimet impulsive. Paqja e mendjes vjen nga vendimet e mençura. Ndërkohë, ndjesi të buta dhe reflektive do të mbushin ditën. Kujto që ta lësh veten të ndjesh çdo moment, duke e përqafuar me një frymë optimizmi. Sot, çdo hap që bën është një hap drejt një horizonti më të ndritshëm. Peshorja. Sot, energjia universale të fton të bashkëpunosh me të tjerët në mënyrë harmonike. Është një ditë e mrekullueshme për të fokusuar në marrëdhëniet personale dhe për të kaluar kohë cilësore me ata që të duan. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi dhe afrim me partnerin. Nëse je i vetëm, mos hezito të ndash ndjenjat e tua. Në punë, bashkëpunimi do të rezultojë frytëdhënës, ndaj qëndro i hapur ndaj ideve të reja. Financat mund të kërkojnë pak më shumë kujdes, ndaj planifiko me zgjuar si buxhetin. Natyra jote e ekuilibruar është qelësi për të kapërcyer çdo sfidë që të dalë para.
Në fund të ditës, rezervoj vetes pak kohë për reflektim dhe relaksim, pasi kjo do të ushqejë shpirtin tënd. Akrepi. Sot është dita për të dëgjuar instinktet e tua, pasi ato do të drejtojnë në rrugën e duhur. Në çështjet e zemrës, bëj kujdes që të jesh i hapur dhe i sinqert me partnerin. Një bisedë e vogël mund të thellojë marrëdhënien tuaj dhe të sjellë qetësi. Në punë do të hasësh mundësi të reja që mund të transformojnë karrierën tënde. Mos u trem nga sfidat, pasi ke aftësitë e nevojshme për t'i përballuar ato. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të planifikosh për të ardhmen dhe të shmangësh shpenzimet e tepërta. Ndjenja e qetësisë të përfshin sot duke të dhënë një ndjesë harmonie të brendshme. Je i hapur ndaj eksperiencave të reja dhe lejo zemrën të udhëheqë në çdo hap. Shigjetari. Në këtë ditë dimri, ndjenjat tuaja do të jenë të gjalla dhe do të ndjeni të ndriçuar nga drita e brendshme. Mund të gjeni një harmoni të veçantë me një partner ose mik të afërt, duke zgjuar emocionet më të buta. Në punë, mos hezitoni të shprehni idetë tuaja, pasi mund të fitoni mbështetjen e duhur për të avancuar. Financat duken të qëndrueshme, por është e këshillueshme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Reflektimi mbi arritjet e vitit do të sjellë krenari dhe frymëzim për të ardhmen. Mos harroni të gjeni kohë për të lidhur me natyrën, edhe për vetëm pak çaste, për të rifreskuar mendjen dhe shpirtin. Ndjenjat e qetësisë do të jenë aleati juaj më i mirë sot. Britsjapi. Sot është koha për të ndalur dhe reflektuar mbi arritjet tuaja. Në punë mund të shfaqen sfida të vogla, por mos u shqetësoni, do t'i kapërceni me vendosmëri dhe zgjuarsi. Në aspektin financiar, qëndroni të kujdesshëm me shpenzimet impulsive. Planifikimi është aleati juaj më i mirë. Në çështjet e zemrës, komunikimi i hapur do t'ju ndihmojë të lidhni më shumë fije me partnerin. Nëse jeni beqar, një lidhje e re mund të fillojë nga një miqësi e papritur. Energjia juaj emocionale do të jetë e qëndrueshme, përdoreni atë për të forcuar marrëdhëniet e afërta. Bëni një shëtitje në natyrë ose lexoni një libër që ju frymëzon. Sot, ngadalësimi dhe vlerësimi i momenteve të vogla do t'ju mbush me paqe të brendshme. Ujori. Dita nis me një ndjenjë qetësie, por diçka e papritur mund të zgjojë emocionet. Në dashuri, është koha për të dëgjuar zemrën dhe për të ndjekur instinktet. Nëse ndihesh i tërhequr drejt dikujt që ke neglizhuar, sot është koha për ta bërë hapin e parë. Në punë, një projekt i ri kërkon vëmendje të veçantë, por mos u frikëso nga sfida. Ndjenja jote është çelësi i suksesit. Financat tregojnë shenja përmirësimi, por mos shpenzo më shumë se sa është e nevojshme. Merr kohë për reflektim dhe kujdesu për mirëqenien tënde emocionale. Një shëtitje në natyrë mund të jetë burim frymëzimi dhe rilindjeje. Kujto se çdo pengesë është një mundësi për të rritur dhe për të zbuluar forcat e tua të brendshme. Peshqit. Sot, energjia e universit të rrethon me një ndjesi të butë shpresë dhe qetësie. Në marrëdhëniet personale është koha ideale për të folur hapur, për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur brenda. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi dhe afrim. Në punë, një detyrë e re mund të duket sfiduese, por me durinë dhe këmbëngulje do ta përballosh me sukses. Financat kërkojnë vëmendje, shmang shpenzimet e panevojshme dhe ruaj ekuilibrin në buxhet. Një shëtitje e qetë në natyrë mund të ndihmojë në qartësimin e mendimeve dhe rigjenerimin e energjisë. Besoj intuitës, sepse ajo është ndriçimi yt në rrugën përpara. Kujto të vlerësosh momentet e vogla dhe të gjesh bukurinë në detajet e përditshmërisë.